Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në një preskonferencë për media, thonë se 3 muaj pas mbajtjes së zgjedhjeve lokale në komunën e Çajirit, asnjë nga premtimet e Izet Mexhitit nuk është realizuar, madje nuk ka nisur as edhe një punë vetme konkrete në terren. Para zgjedhjeve qytetarëve të Çajirit u premtua zhvillim, investime, projekte infrastrukturore, arsimi mirëfillt, pastërti, përmirësimi i jetës së përditshme e çka jo. Sot pas 3 muaj qeverisje lokale, realiteti është krejtësisht i kundërt. Premtime boshe, mashtrim elektoral dhe mungesë totale veprimi. Sot asnjë shkollë nuk është renovuar, nuk ka asnjë investim të dukshëm në terren. Çajiri vazhdon të ketë mbeturina gjithandej, ndërsa ka humbur fuqia e shqiptarëve në ndërmarrje të qytetit të Shkupit. Ajri mbetet i ndoltur, ndërsa rrugët gjithbajt dhe gropa të pakalueshme, të hapura para zgjedhjeve dhe që edhe pas 3 muajsh nuk janë mbyllur. Kjo nuk është qeverisje, por menaxhimi dështuar dhe mashtrim të qytetarëve. Situata është paqë alarmante dhe brenda administratës komunale. Komuna funksionon pa kryetar gjatë pjesës më të madhe të ditës, pasi Izet Mexhiti si gjithmonë shfaqet vetëm pasdite, duke trajtuar udhëheqjen e komunës si çështje dytësore. Kjo mungesë përgjegjësie reflektohet drejt për drejt në kaosin institucional dhe mungesën e vendimmarrjes. E vetmja arritje që mund të evidentohet në këto 3 muaj është emërimi në post drejtori i shefit të shtabit zgjedhor, njëherësh dhe dhëndri i tij Besim Koka. Ky veprim është dëshmi e qartë se prioriteti i Izet Mexhitit nuk janë qytetarët, por nepotizmi dhe interesat e ngushta personale. Çajiri nuk ka nevojë për improvizime, as për emërime familjare. Çajiri ka nevojë për punë, për kushtim dhe përgjegjësi. 3 muaj pas zgjedhjeve, qytetarët kanë marrë vetëm balt, gropa, pa pastërti dhe zhgënjim. BDI Deka në Çajir do vazhdojë të gjykojë jo sipas asaj që thuhet, por sipas asaj që bëhet, dhe deri më sot nuk është bërë asgjë.